Në vendin ton ka mungesë të sinjalizimit në komunikacion dhe kjo e rrit rrezikun e aksidenteve, alarmon inxhinieri i trafikut rrugor Refik Miftari, duke rikujtuar se shenjat e trafikut janë thelbësore për të udhëzuar shoferët. Dikun kemi mungesë të sinjalizimit 90%. Qoftë ai sinjalizim horizontal, qoftë ai sinjalizim vertikal, ku kemi mjaft pika të zeza sa përket këtyre aksidenteve. Domethënë, kemi investime, por cilësia e tyre qoftë në cilësinë e asfaltit, qoftë në cilësinë e projektimit, nuk kemi strategji afatgjate, por kemi strategji afat shkurte sa përket cilësisë të asfaltimit, cilësisë të projektimit e kështu me radhë. Sa i përket projektit Safe City, tha se ligjin për të e sheh si të pabalancuar dhe jo teknik, pasi që këto ligje kur sillen nga ministrit kanë mospërputhje logjike në përcaktimin e masave ndëshkuese. Kamerat mund të identifikojnë apo regjistrojnë shkeljet, por nuk mund të zëvendësojnë sinjalistikën rrugore. Shenjat e trafikut janë thelbësore për të paralajmëruar dhe udhëzuar drejtuesit e automjeteve. Nëse mungojnë shenjat, siguria rrugore vihet seriozisht në pikpyetje, pavarësisht pranisë së teknologjisë. Nëse duam të ndërtojmë vërtet një qytet të sigurt, teknologjia duhet të ecë krah me rregullin, edukimin dhe infrastrukturën rrugore. Komunikacionin e rënduar sipas Miftarit do ta shpëtonte transporti i mirëfillt publik, teksa shtoi se duhet të merren parasysh edhe ekspertët e jashtëm për projekte afatgjate dhe jo vetëm të jobiten qytetarët. Ai po ashtu sugjeron që në shkolla të futen lëndë obligative për edukimin dhe sigurinë rrugore.